Keni tension të lartë, kjo recetë do ju shpëtoj, nuk ka ngelur njeri pa e provuar. Të dhënat e Observatorit Global të Shëndetit tregojnë se shqiptarët po rrezikojnë gjithmonë më shumë nga sëmundjet që kanë në lidhje me hipertensionin ose tensionin e lartë. Shqipëria renditet ndër zonat me riskun më të lartë në vendet me prevalencën më të lartë të këtyre sëmundjeve. Në vendin tonë përafërsisht 32% e popullatës mbi 18 vjeç është e prekur nga tensioni i lartë i gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në vitin 2017, hipertensioni arterial ishte faktori i dytë i riskut shkaktuar për shumicën e sëmundjeve në vendin tonë. Ndërkohë, të dhënat nga Instituti i Shëndetit Publik, të cilës i referohemi, tregojnë se humbja e jetës prej sëmundjeve ishemike të zemrës që shkaktohen nga hipertensioni është rritur 2 herë gjatë 20 viteve të fundit. Nëse çështja e tensionit të lartë nuk merret në trajtimin e nevojshëm mjekësor, mund të shkaktojë ngushtime të enëve të gjakut, ishemi dhe qarkullim të penguar të gjakut. Ushqyerja do të luajë një rol vendimtar edhe për shëndetin tuaj dhe gjithashtu në përmirësimin më të mirë të niveleve të hipertensionit dhe balancimin e një shëndeti më të mirë të organizmit. Ushqyerja është e rëndësishme, prandaj konsulta me ekspertin dhe përzgjedhja e një diete të balancuar e ngacë për rastin tuaj kritik mund të jetë çelësi në përmirësimin e tensionit. Në këtë video, sipas Eating Well, do të mësoni për frutat, perimet dhe ushqimet më të mira, të cilat mund t'i shtoni pa frikë në dietën tuaj për të menaxhuar më mirë problemet e hipertensionit. Karrotat. Karrotat janë të mbushura me kalium. Ky mineral do të ulë tensionin tuaj të gjakut dhe do të zbuzë gjithashtu ndikime negative të sodiumit. Karrotat gjithashtu ulin në riskun për të vuajtur nga arterioskleroza dhe ishemia. Përtej karrotës mund të shtoni edhe panxharin në dietën tuaj ditore. Sipas të dhënave të Eating Well, antioksidantët e panxharit do të ulin kështu tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme. Vitamina B ndihmon gjithashtu në funksionin më të mirë të nervave. Përmbajtja e lartë e nitrateve të panxharit çliron oksidin nitrik në një gaz që përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe zgjeronjen e gjakut për të ulur kështu nivelet tuaja të hipertensionit. Spinaqi është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj specifik. Kjo barishte është e pasur me kalium dhe lutein. Kjo e fundit do të parandalojë trashjen e mureve të brendshme të enëve të gjakut dhe ulë riskun në atakun në zemër. Spinaqi është i pasur me magnez, me folat, të cilët ndihmojnë dhe mbajnë nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Rrepa. Rrepa është e pasur me kalium. Ky mineral ndihmon për të mbajtur nën kontroll problemet e hipertensionit dhe për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj të tensionit. Rrepat mund t'i shtoni në sallata ose në supa dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë mbreslënse në përmirësimin e shëndetit të hipertensionit. Agrumet. Agrumet janë të mbushura me vitamina, minerale dhe përbërës të tjerë bimor, që e mbajnë zemrën tuaj më të shëndetshme, duke ulur kështu presionin e lartë të gjakut. Megjithatë, disa fruta agrume mund të ndërhyjnë tek ilaçet për uljen e tensionit të gjakut nëse i shtoni ato në dietën tuaj. Salmoni dhe peshqit e tjerë yndyror. Peshqit yndyror të tillë si salmoni janë burime të shkëlqyera të elementëve ushqyes të yndyrnave omega 3. Të cilat mund të ndihmojnë në uljen e presionit të lartë të gjakut, gjithashtu duke ulur inflamacionin. Sipas një studimi, duhet të konsumoni 2 deri në 3 gram yndyrë omega 3 në ditë për të patur përfitime të rëndësishme. Zarzavatet me gjethe janë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Perimet me gjethe jeshile të tilla si spinaqi përmbajnë nivele shumë të mira të kaliumit, gjithashtu edhe të magnezit, të cilat mbështesin nivelet optimale të presionit të gjakut. Spinaqi në veçanti është i mbushur me përbërës në bazë bimore të njohur si nitratet, të cilat mund ta ulin kështu presionin tuaj të gjakut. Arrat dhe farrat mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik, duke mbajtur larg kështu problemet e hipertensionit dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve.
Arra dhe fara të tilla si ato të kungullit, farachia, fistikët dhe bajamet ofrojnë gjithashtu edhe përfitime mbreslënse të burimeve të elementeve të fibrave, të cilat janë të rëndësishme për të përmirësuar dhe për të mbajtur nën kontroll problemet tuaja të hipertensionit. Gjithashtu, vaji i ullirit është një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke ofruar organizmit një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të hipertensionit. Vaji i ullirit është një ndihmë shumë e mirë në uljen e hipertensionit dhe uljen e faktorëve të tjerë të sëmundjeve në zemër. Vaji i ullirit është i pasur me yndyrna omega-3, polifenol antioksidant, që janë të dobishëm për një dietë që synon gjithashtu uljen e tensionit të lartë të gjakut. Vezët. Vezët janë një nga ushqimet e pasura me lëndë ushqyese që ndihmojnë në menaxhimin e tensionit të lartë. Sipas studimeve, konsumi i vezëve ndikon në reduktimin e hipertensionit. Konsumi i rekomanduar i vezëve është jo më shumë se 3 në ditë. Hudhra. Hudhra në formën e saj të ndryshme e papërpunuar e plurosur ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Për sa kohë këto ushqime konsumohen ashtu si duhet dhe në sasinë e rekomanduar, ato mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj, citon Eating Well. Perimet jeshile. Kripa rrit vëllimin e gjakut dhe presionin arterial, të cilat bëjnë që presioni në organizmin tuaj të rritet në mënyrë të pakontrolluar. Ndaj ushqyerja e duhur dhe marrja e faktorëve të duhur ushqyes mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj në menaxhimin që shkakton hipertensioni. Gjithashtu, pasuroni pjatën tuaj me zarzavate të stinës, spinaqi, brokoli, lakra, jeshile mund të përmbajnë një sasi të mirë të kaliumit. Ky mineral ndihmon në largimin e natriumit nga trupi juaj përmes urinimit dhe do të relaksojë më mirë gjendjen tuaj shëndetësore. Frutat e pyllit janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga hipertensioni. Pigmentet që u japin ngjyrë boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave gjithashtu sjellin përfitime të mira në enët tuaja të gjakut. Përbërësi natyral të tyre do të ndihmojnë në muret e arterjeve të bëhen më të gjera dhe më fleksible, duke ulur kështu edhe problemet që shkakton hipertensioni në organizmin tuaj. Kosi është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes që mund të ndihmojë në betejën kundër hipertensionit. Kalciumi është një faktor kyç në normalizimin e presionit të gjakut, sepse ndihmon enët e gjakut të shtrëngohen dhe të relaksohen atëherë kur duhet. Kosi me pak yndyrë është një mënyrë e mirë për të shtuar kalciumin në dietën tuaj pa sheqer ose yndyrna të shtuara. Nëse po kërkoni një shije më të mirë gjatë konsumit të kosit, mund ta kombinoni atë me fruta të stinës dhe përfitimet kryesore që do të merrni prej tij do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen. Peshku i yndyrshëm. Një tjetër burim shumë i mirë i kalciumit për të përfshirë në dietën tuaj është peshku, si salmoni dhe sardelet. Peshqit e yndyrshëm të tillë si skumbria, sardelet përmbajnë yndyrna omega-3, acide yndyrore të cilat përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj dhe mbajnë larg komplikacionet. Studimet mbi suplementet e vajit të peshkut tregojnë se ato mund të ulin presionin e gjakut, veçanërisht nëse konsumohen në formën e tyre të moderuar. Farat. Shtoni farat të tilla si ato të kungullit, të lirit, lule dielli në sallata, kos ose në bollgur, për të ndihmuar kështu në një përmirësim më të mirë të niveleve të hipertensionit dhe për t'i ardhur në ndihmë organizmit tuaj në tërësi. Tërshërat. Ky drith i plot është i shëndritshëm dhe i ngopur edhe me element të ulët të natriumit. Është gjithashtu i pasur me fibra, faktor kyç në menaxhimin më të mirë kundër problemeve të hipertensionit. Sa më të mirë ta keni balancuar dietën tuaj, aq më pak do të keni me problemet që sjell hipertensioni në organizmin tuaj. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë hudhra. Hudhrën mund ta shtoni gjithashtu në pjata të shijshme ose ta konsumoni ashtu siç është të shtypur. Është një ndikim mjaft i mirë në oksidin nitrik, i cili zgjeron kështu enët tuaja të gjakut. Sa më të relaksuara të jenë enët e gjakut, aq më pak komplikacione do të keni me problemet e hipertensionit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.